Një ngjarje tronditse ka ardhur nga Britania e Madhe duke lënë pa fjalë shumë njerëz dhe duke ngjallur debate të forta publike. Bëhet fjalë për një të ri vetëm 22 vjeçar me emrin Will Burling, banues në qytetin Redruth të Cornwallit. Ai është paraqitur para gjykatës pasi u kap duke kryer marrëdhënie seksuale me një kal, një veprim i shëmtuar dhe i dënueshëm rënd nga ligji. Në sallën e gjyqit, Burling pranoi fajsim për penetrim seksual ndaj një kafshe, një akuzë që në Britaninë e Madhe trajtohet si krim i rënd. Pavarësisht natyrës së veprës, gjykata vendosi ta dënojë atë me një urdhër komunitar, i cili përfshin 40 ditë aktivitet rehabilitues me qëllim që ai të përpiqet të ndryshojë sjelljen dhe mendsinë e tij. Përveç kësaj, ai u gjobit financiarisht duke marrë edhe një ndëshkim ekonomik. Ky rast ka hapur një sër diskutimesh në rrjetet sociale dhe në mediat britanike. Shumë qytetare kanë quajtur vendimin e gjykatës të butë, duke theksuar se krime të tilla janë jo vetëm një akt i turpshëm, por edhe një formë abuzimi që nuk mund të tolerohet. Ligjet në Mbretërinë e Bashkuar janë të qarta. Abuzimi seksual ndaj kafshëve konsiderohet krim serioz, i cili mund të dënohet edhe me burg, përveç gjobave dhe urdhrave rehabilitues. Ky lloj veprimi jo vetëm që shkel rënd moralin dhe dinjitetin e kafshëve, por krijon edhe pasoja të thella në shoqëri, duke nxitur frikë, neveri dhe indinjat. Ngjarja e Will Burling ka shërbyer si një zgjim i fortë për autoritetet dhe opinionin publik. Ajo ka rikthyer në vëmendje një problem që shpesh shihet si tabu, por që ekziston realisht: abuzimi seksual ndaj kafshëve. Shumë organizata për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve kanë reaguar fuqishëm, duke kërkuar dënime më të ashpra dhe ligje edhe më të rrepta për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen. Në fund, kjo ngjarje na lën një mesazh të qartë: shoqëria nuk mund të mbyll syt përballë veprimeve të tilla. Çdo akt abuzimi ndaj një qenie të gjallë duhet të trajtohet me seriozitetin maksimal për të mbrojtur dinjitetin dhe mirëqenien e tyre, si dhe për të ruajtur vlerat e një komuniteti njerëzor.